Kështu, valla veç kur më shkua me detyrën punë. Se ja. Më ka zonë nata në rrugë, pas e kom qenë drejton kooperative dhe larkë, në për qytetën, në për natën kom ushtu edhe marrë të shtëpia, njëtë natë s'kom rrinë. Se kom hangër si me met, as hoteleve, as rrugave. Fshati Drelaj është gjithçka për mua. Vend më i bukur, gjithkush thot për fshatin e vet dhe me të vërtetë gjitha fshatat janë të bukura në Rrugë, po këtu ku le, ku të ka kris koka, pak ma e amel është. Po në s'dal rrugave, se s'jam Shabanarusha, Recep Gjyka me dal aty, po këto kërkohen. Rrethuar nga natyra e rallës, solisur tashmë me shkëlqimin e vjeshtës së Drelaj si fshatrat e tjerë të përjetshëm të Rrugovës, duket se vetëm po transformohet në madhështinë e tij, një bukuri e shënuar nga ndryshimi i sineve. Megjithatë, qetësia dhe rahatia e vendeve të tilla vlerësohet më së shumti nga ata, rënjet e të cilëve janë rritur thellë në tokën e tyre, ata që kanë lindur dhe janë rritur brenda këtyre peizazheve të qeta. Për Osman Shala, në vendlindja e tij nuk është vetëm një fshat, por është një pjesë e shpirtit të tij. Fshati Drelaj është gjithçka për mua. Vend më i bukur, gjithkush thot për fshatin e vet dhe me të vërtetë gjitha fshatat janë të bukura në Rrugë, po këtu ku le, ku të ka kris koka, pak ma e amel është, jetën të qoj shëntasht. Se herë çdo mëngjes që ngritem, ma i kënaqur jam, nuk më mërzitet kurrë. Kështu është për mua fshati im, Rrugova ime. Edhe në veprimtarinë time Rrugovën nuk e jeki në kurrë një formë, në kurrë një me shkrime, me shpjegime, me studime, gjithë fare. Në moshën 81 vjeçare ai mbetet një banor i palëkundur i Drelaj, duke parë fëmirinë dhe të kaluarën e gjatë me një përzierje të vuajtjeve dhe sfidave. I lindur në luftën e dytë botërore me 1944 në Bjeshk, atje kur është dash me ikë nana tretën ditë në mal. Pastaj si fëmije, me barije, me vujtje, me punë fizike, me familje, jo të pasëm për një jetë thjesht, po me njerësën e vetë, me mundimin e vetë, po mi ftjas për askon. Në kanë arrit, me në arrit, 8 fëmijë, jem shkollua, martua. Nuk ka qenë e lehtë, po tash ndihna mirë. Ati ta përthekova me një fjali, me një periudhë kështu, për me zjatë shumë. Po gjithmonë na kemi jetu këtu. Gjithmonë, në Bjeshk jem rritë, në Bjeshk kem punua, në Bjeshk kem jetua. Edhe kur jem dalë në punë, këtu kom punua, 24 vite. 12 vite arsimtari i Gjuhës Shqipe, 12 vite drejtori kooperativës bujqësore, në 13 fshatat Rrugovës. Ka qenë një zhvillim i mirë, i fuqishëm i blegtorisë. Edhe ndihna mirë sot dhe jo që ndihna unë mirë, po edhe ata që kanë punu me mua ndihen mirë. Arsimimi dikur një ëndër e largët u bë realitet për Osmanin, por jo pamundim. Ai kujton udhëtime të vështira ndërmjet Rrugovës dhe Pejës, një rrugtim sa i vështirë dhe kërkues. Sa ishim këtu në shkollën të vjeçare, kem arritë se kem pas larg. Pas e kem ra në qytetën Pejë, e kem pas shumë vështirë. Në për shtëpia me qire, duj me lyp një dhomë të lirë, kushtet vështira, besa më shumë bukën për 3-4 ditë, po atër s'kishte mjetët të mëstimit edhe duj me përgatit vetë bukën. Me mësua ke mësua ma mirë. 2 vitet e para drejtimi pedagogjike kem pasën në gjimnazin 11 majit, tani Bedri Pejani. Pastaj u bën e veçar shkolla normale 5 vjeçare dhe shku në poshtë, atje ku ata shkolla bujqësore ishte. Atje kem krye. Edhe kom dalë me njëherë mësues i parë, i kvalifikuar fshatin tim ku isha nxënës. Nuk kom punua si mësues, do të thotë mësues, mos thon mësuesi është fjala më e madhe, më detyra më e shenjtë, se s'është detyrë ta krysh, po është shenjtë, një mision i shenjtë. Do më thonë, po kom dhënë klasë larta. Gjuhën njëkohësisht edhe kom studiuar me korrespondencën në shkollën e lartë Bajram Curri në Gjakov.
Pastaj kom dhënë ndryshimet shumë u pranon fakultetin filozofik, gjuhën letërsi, po të njëjtën. Dhe kështu që kom arrit mjaft. Kom arrit mjaft edhe jam i kënaqur për ata që kom arrit. Nuk ka qenë lehtë. Nuk ka qenë lehtë vazhdojime ti bësh të punë. Tash kur i vrej këtë gjenerat sotit, aman më thëm, a do të bjen mend këty nëse bje po javlon libra. Çka ke vujt na dhe sa mirë ke mësua. Po kom shkuar në shkollë, prej nuk e kisha 200 metra qire me gjimnast. Qantën nuk mi përthekoj ke librat, edhe duj me shni diçka këtu në sjetull, ta shkojnë me një fletore. Nuk ka mësimat. Edhe këto telefona po ja marrin kohën keq. Osman Shala arriti të jetë mësimdhënës funksional në fshatrat e Rrugovës, duke mbajtur mend atë periudhë si një të shenjtë, që sot nuk ekziston në këtë rreth. A zën bez vajza ime që më duket si sot e mora ditarin e hinë në klasë. Dhe gjitha të nëzonsën paraftyrohen para meje. Edhe sot gjithë ka i kom duket kanë mbrinë mosh, po më duket ata po plakën ma shpejt se unë. Ka do janë deri në Amerikë më thirin shok arsimtarë. Edhe marë komplimente, a ka ma knesit madhe. Të më thonë se e kom bo një punë, jo si mësues, si arsimtarë, po si një print i dashur për atë fëmijë. Dhe për mua janë gjithmonë, edhe mbesin, edhe kur shkoj unë këto mbesin jashta toke, për me kuptu këtë që ka po mpyeti mua. Pa të fillu njerëzit edhe ma pa më ra, por u do që krejt Rrugova, njerëzit ranë po, shkollat u shkatërruan, kush ra poshtë njëherë vështirë se kthehet, po dalin verim për verë, ka do ditë kështë sa për pushim. Ja, shkollat poshtë. Në tokën ku njerëzit dikur punonin me duart e tyre për të formuar jetesën e tyre, Osmani shërbeu edhe si drejtor i kooperativës bujqësore lokale. Po në ato kohëna të sistemit të kaluar ishin organizatat politiko-shoqërore në çdo bashki lokale. Dhe në atë kohë kur unë u caktova të jem drejtori i kooperativës bujqësore, isha kryetari kryesisë Lidhjes Socialiste. Aty ka përfshirë gjitha partitë, me rini, organizata dhe erdhën pe Prishtinë me motivacione dhe gjithkund Kosovë më formu kooperativat bujqësore për zhvillim dhe ka qenë një punë e madhe dhe unë e vrejta sa e madhe për me sjell diçka Rrugovës. Edhe përgatita krejt, edhe kur erdhën edhe personin e caktova kush me qenë po, u tha njerëzit ma. Nuk ajo punë për ty, ai me ta rraku morën e ti me hje keq edhe nese metën po, duj më bon promovimi. Aty më ka dash me marrë vetë, se udhëheqja komunale, asaj kohë, një orë më kanë majtë mrena. Edhe kanë qenë burra, se s'kanë qenë që po thonë sistem, po kanë qenë burra, kanë qenë jenë verberisha që asi burrit nuk ka, me di Gjakova se asi djalit nuk ka. Edhe thash me një kusht, qka? Thash nëse unë hiq aty drejtor me më përkra organet komunale. Ma kanë dhënë dorën, kom hecë, më kanë përkra, kom pas suksese. 13 fshatra kanë qenë të inkuadrume, kom kredit vëlliq me 3% për 10 vjetë, traktor, e të gjitha, do me thonë, po erdhë puna ndryshu sanet edhe mije që ndryshuën, besa shumë rana dhe u dogjen, po ajo mbetet. Ja kom pa hajrin, nuk ju kom da arsimit, kom punu me fëmijën e mi, jo pëse dole për arsimit, që edhe sot jam me ta, po kom kryu plus edhe diçka tjetër në interes zhvillimit vendlindjes time të Kosovës, kështu. Por me kalimin e jetës, u zhvendos edhe fshati, bujqësia o zve dhe turizmi filloi të ra më fort në çdo cep të Rrugovës. Zhvillimi bujqësisë. Tash s'ka bujqësi. Janë diku disa tufa delesh, ndonjë lopë, ndonjë diçka, po tash është zhvillimi i turizmit. Ka ndërtu shtëpia të reja, motele, hotele, kthehen vinë, dhe më thonë edhe që i ka ra poshtë, e ka bon fshat turizm, edhe vetë vjen si turist në fshat vetë. Kështu që ka ndru ajo formë, ka ndru. Nuk ka kush ma, janë zvoglu familjet bacë. Dikur ishin familje të mëdha, kush i ruën, kush i mjete, kush të ishte baqice, magjatore, santa, s'ka mëre, no, borë i grua 2 fëmijë, nuk mund e gjithë kush me i majtë. Ma dje lumë që i manë,
Janë disa familje këtu që i majnë mirë. Kurën jetën e ty në të ardhën më të mira nuk kanë se kur nga delet tash po marrë me qingja me. Ja lypin hotelet e motelet e këto prodhime. E ka vlerën e vetë, edhe ajo. Me gjitha shtigjet të shumta që eci, Osman Shala i qëndroj besnik fshatit të tij, duke mos kaluar asnjë natë larg Drelaj. Këtu, valla veç kur më shkua me detyrën punë. Se ja. Më ka zonë natën rrugë, pas e kom qenë drejton kooperative dhe larkë në për qytetën e për natën kom më thua edhe mërë të shpia, njëtë natë s'kom rri. Se kom hangën si me met, as hotele vas, rruga vas. Ma ka dasht se jam rrit me prind. Babe në ani kom pa gjithë morë me veti. Edhe ku mund në flaj me dikuj gjeti, kur nëna ime e gjenjësha qumë dhe të bjune. Ma ne kom pas kujdes, nuk jam vënu shumë. Po këtu linda, këtu po jetoj, po edhe do t'jetoj, unë shkoj, atër si vi gjama, kuj do t'lexojnë ku jam. Tani në ditët e pleqërisë dhe pas pensionimit, shkrimi dhe leximi ju shëndrua në një pasion dhe hobi të pandashëm. I çdo gjë që në fillim që fëmiji e ke një vullnetën diçka. Unë mësimin e kom dasht, kom mësua. Edhe si nxënës kom lexua. Na kem pas literaturë, kem pas lektyra, kem pas. Kur kom dalë në arsim, atër si arsimtari gjuhë shqipe dhe pak u kualifikua, kom dhënë gjuhën edhe kom majtë gazetin e Murit me vjersha, me nxënës. Të më thonë unë e gjithë, moni kom pas në përdur shkrimet. Kom bajt biblioteken e kom aftësu nxënësit e me regullua, me majtë e me shkrua. Dhe më shkrimi për mua është pjesë e shpirti dhe gishtave të mi, kokës. Nuk më thëmë bëllëm lindi që tash. Ajo që ka duket tash që unë për njëherë gjithë të vepra, edhe recenzent bëjnë që di, po koha e bënd vetën, se ato që ka pata, ajo që i bëtova, po u dojgjën, se kom pas do shkrime shumë koncepte, ato dytarin e luftë, se kom praktiket që kom bën luftë me ushtarë, edhe këtu që kom qenë. Ato kom pas obligim, njerëzor, moral, edhe ushtarake. Kështu që ajo shkruhet. Nuk e ka shkru dikush një ditar, ka që edhe nuk e ka shkru dikush një ditar që e ka shkru ditën. Mund shkruajnë, kanë me dalë shumë libra, kanë me dalë tjera, po nuk është si ta shkrujsh ditarin. Sot, si të shkrujsh memorje, përkujtime, kom pa qene, s'ko pa qene, mund ishti me godit që ka dush. Po ata kom shkru natë, atë ditë. Kështu që shkrimi për mua është pjesë e shpirtit tim. Jo që du me kriju diçka të madhe, po kom kujdes ka po shkruj. Se ka nevoj t'i lëm, mas parit familje sime, nipave të mi që është një numër jenë bon 20 të sa, me vajza me. Edhe sa generata vinë dhe gjithë rrethi dhe gjithë ata që duhen me lexua, unë ja kum lënë një bagazh pasun të jetë tyne. Edhe ja vlen, ja ka vlef, për ta punoj, për ata kom punua, po dhe me të thënë drejtën, unë e kom vujt shumë gjana me i gjetë me i qitë e liber ka kaluara. Se çdo dokument që kom marrë, unë e kom marrë për njerëzve të moshuar. E ajo është një arhive gjallë. E kur kthene e shiqoj vorët në breg xhamis, aty ku i kem thënë, e sa koka e menqër ka hi këtu orë Zot. Gjëna që si janë vjellë të koka dhe e ka thënë veti detyrë, du me shkumë me lënë këtu, atje s'ka që ka lypin të u. Këtu i kanë. Nga 8 botimet e tij, gjitha thot se i atribohen Rugovës, por edhe historisë kombëtare të vendit. Çdo gjë që ka bëjnë në këto veprat e mia me Rugovën janë, si me thonë, e përfshin në mënyrë të përgjithshme anën kombëtare shqiptare, jo vetëm për Rugovën, por për gjithë shqiptarinë, se kanë vlerë kombëtare, janë historike. Po burojnë këtu. Për Rugovën burojnë edhe atë burim duket. Unë e kom rrjedh, e kom pastrua dhe e kom qitë në vepër. Edhe njëna mirë, edhe të thëmë drejtën vajza ime, unë kërë kom batu librin e parë, më duk si u shlirova shumë, se po të kisha mbete në luft, si kur mos kisha qenë asë në luft, asë kur gjënë dhe i shkon këtu lanë kjo. Thesha u ba mjaftë, po vullneti, shneta, në 4 heqë edhe hajt edhe tash kom rrinë, tash batoj edhe librin e 8,
besa dhe jam përgatitje prapë me punua, jam ka punoj, domethënë nuk di me nej. Nuk di me nej, kom kohë të lirë, jam mirë, më shëndet, edhe ja vlen. Domethënë nuk janë trastit, hajtë shkruaj. Poeza kom librin që me vogla, me leta, me mira, e kom me poezi, me muros i shpresa, që më ka muros me shpres që tu gjithmonë marrë që kjo ditë. Edhe nuk, bile në një intervjist atje, po më pyet, një vaj si kur ti. Tha pse, tha bash, se i thash poet, më tha poet, thash ma shumë rando me fjallë. Poet ka punë, se ka bo 50 vepra, atër thash të më falim poet, po unë e kom shkru disa që kanë vlerë historike, lidhen me toponimet, me emrat, me vendin, me gjuhen, me nanën, me ushtrin shlirimtarët Kosovës. Domethënë gjitha janë vjersha historike, me përmbajtje historike dhe e ruajnë atë çka ka ambjenti im. Këshilla që u mundua t'i japë përmes shkrimeve thot se janë me vlerë të madhe, sidomos për gjeneratat e reja. Këto veprat e mia kom dhënë këso këshilla shmjaft. Ai nuk po them që kom shkruar, po lum ai që i ka dhe i lexon. Se këtu ka sene edukative, ka përvojësijet të gjithë fëmirisë vujtun e punës, e të shkollës, e të luftës, po edhe tash erdhën ditë mira shqyqyrë. Me pavarësi, me liri, sot kush hajt ma tej. Kjo është, kësaj duhet mja ditë vlerën, se nuk ka letë, mua vjen keq. Më vjen keq kur gjenerata ime, me 1968, kem dalën protesta në qendër qytetit Pejs, si gjithë Kosovën, dhe kem kërku kushtetute, universitete, të gjitha. Dhe pas lufte, e kem ngrit një farsi lapidani, kur ta shkoj në shkarrevisin ta. Shumë po mbret ndërgjegja, tha, kuj për i pengon në ta aktiviteta. Pas ka pa fillu puna me 81, mas mare nuk. Edhe që kur janë lirë për lazet ka kanë punu ata burra për mërmarë në qëtu. Sjo mune aja stia, po generatat, të tash dhët mja ditë vlerën asaj. Kështu vajza ime, ta thëmë të vërtetën, e hidhur. Por se shpresoj se kem rini që shkollohet, ka edukat familjare, mëson, studion, kushtet i ka tash, mos pyet çfarë kushtesh janë. Ata shpresoj që ka asi djem, edhe ka, unë i shoh edhe në fakultet, edhe në studime, edhe në profesore, edhe në shkolla, po një pjesë e madhe kanë habit rrugën. Madje botimet e tij Osman Shala tregon se janë mirë pritur jashtëmase edhe në Shqipëri. Unë tash more burnesha dheut, unë tash nuk po mjaftojnë veç drelet. Unë për Kosovë, për këto ko pas mallë Shqipërinë, tash më shumë kam respektin edhe nga njerëzit krijues. Edhe këtu, po këtu ka më të pak. Në Shqipëri, ja diçka bëjnë për këto veprat mia. Po i kom qua gjithkund për bibliotekat tona atje. Tash së fundit kom lënë bibliotekën Marin Barleti në Shkodër. Mandej deri në Vlorë, janë ku lexohen, us dal rrugave, se jam Shaban Arusha, Recep Gjyka me dal aty, po këto kërkohen. Edhe është e mie, nuk do të flas për ose të kursën në librarin, duka gjinin Prishtinë, kur i konë qua një ma kanë shit, 5 i kanë fsheh. Au kërsnua dikusha, nuk e dish me zi këm gjeti kishin hudha, ati dhe këmën kur ma librat e mija, jo se s'kam nevoj, se me forcat mija i bëtoj, kur kuj nuk dal me i lip, edhe qështu si janë komplet, i kom ba edhe për i marrën njerëzit komplete. Mase 50 komplete i kanë marrë, si të mos janë, se s'mundet se cili me marrë libën kur kom promovu une, edhe kanë ardhë i kanë marrë. Ndina mirë, jo për pare, se këto i kanë shpenzim, se punoj tjerat. Po ndina mirë se mendjen time, si me thonë, në atë kuptimin pak ma fizik, trurin tim, kja kum lënë në dorë, e letë mëson, dash livdom, po me folë fjallë tjera s'munët, në pas gjelëzile të ketë. Megjithse fshati i tij tani është me i qetë, shpesh duke u ndjerë bosh, zemra Osmanit mbetet plot.
Përpara kem qenë 25 shtëpi, kem pas 270 banor, ka pas atë bukurinë e vetë, shtëpiat i kem punu shumë më të mira, po nuk i kem ma ata njerëz, nuk është ma ajo dasëm, nuk është ma i kanagjes, nuk është ma i ushqim, ajo mikpritje, ajo janë da njerëzit, janë imtua, dhe me të vërtet e kom pas edhe unë pak si breng këtë punë, që ka u bon kështu, por jam të kuptua se erdhë koha si soj që duhet me jetua dhe ka gjithë se kush formën e vetë, edhe vlla me vlla s'po ripëton vetën, edhe jo i ka tunë me majtë bashkë. Dëshira ime është, mua de facto mu ka plotësua. Se sot jem të lirë, jem shlirë dhe po kthehen njerëzit edhe ata, që ka janë dalë me disa vite, asë gjë më tepër mos baft, e ka punu një shtëpi të mirë, del me familjet vetë. Kanë punu edhe këso objekte tjera lokale, që ka janë afariste. Nuk mund të thëmë dëshirë t'i kthej si që kanë qenë, se nuk banë, nuk është edhe nuk është jetë ma ajo, se kanë vujtë. Po dëshira ime është që rënia rrugovase, dhe burrat dhe inteligjenca dhe intelektual, nuk do thotë që ke kry shkollë, po bënë një punë të hajrit, ta shehajnë edhe familja jote. Kem kuadrat, unë tinë më të madhe, kom kuadrat, mos më burë sa shkollë ke krye, po më burë çfarë karakterit ke fitua, se shkolla nuk ke landë mësimore të karakterit në shkollë. Se karakterin e ke marrën në familje, në fshate, në edukate. Po shkolla ta ngrit, ta forcon, se nëse të ka mungu që kjo, atëherë nuk po shkojnë do sajnë e bashkëmire. Dëshira e më është, e kom arrit. Veç du mire më mire. Me pa, me ndigjua,